Komisioni i përbashkët i Ministrisë së Arsimit dhe Bashkësisë së Njësive të Veçqeverisjes Lokale, që po shqyrton hapësirat ligjore në ligjin për arsim fillor mbi kombinimin e paraleleve, shumë shpejt do të dalë me rekomandime. Zëvendës Ministri i Arsimit Safet Neziri e pranon se në disa raste paralelet shkrihen ose mbi vendosen, por sipas tij duhet të ketë kritere të cilat krerët e komunave të mos i shkelin dhe të mos e shndrojnë këtë fenomen në konotacion politik dhe etnik. Do të gjendet një rrugëdalje, një zgjidhje afatgjate e përhershme për të gjithë kryetarët e komunave, të cilët në format ndryshme, me tendencë apo pa tendencë, të cilët periudhën kalimtare kanë bërë kombinimet e paraleleve të ndryshme, të cilët nga aspekti pedagogjik nuk janë të kapshme. Besoj që ky komision do të gjejë një rrugëdalje, do të ofron zgjidhje afatgjate ligjore me të cilët do të sankcionohet në mënyrë ligjore se deri në cili numër, deri sa nxënës edhe deri sa programe mësimore mund të bëhet kombinimet në paralele. Ndërkohë kryetari i komunës së Sarajit Beki Murati thotë se në shkollat ku kombinuan paralelet në gjuhën maqedonase me urdhër të tij, nuk do të kthehen prapa pasi që tek këto shkolla të komunës së tij ka hapësirë ligjore për një gjë të tillë, pasi numri i nxënësve është shumë i vogël. Jemi domethënë në kontakt me Ministrinë e Arsimit, mbetet ajo, ne edhe po të dojmë nuk kemi hapësirë ligjore pasi që me të vërtetë në shkollën fillore Dituria në Saraj, numri i nxënësve maqedonas, të cilët ndjekin procesin edukativ arsimor në gjuhën maqedonase, është shumë i vogël dhe arrin vetëm 4 nxënës dhe nuk kemi asnjë mundësi ligjore që objektivisht të kthejmë 2 paralele ashtu siç ishte edhe më herët. Kthim prapa në vendimin e marrë nuk ka bërë edhe kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti, i cili po ashtu mbylli një paralele në gjuhën maqedonase në shkollën fillore Imri Elezi. Një javë më parë Ministri i Arsimit dhe Shkencës Pançe Kralev premtoi se për 4 javë, maksimumi 6, pritet të marrin fund lojrat që bëjnë krerët e komunave me nxënësit me kombinimin e paraleleve nëpër shkolla. Ndërkohë nxënësit shqiptar të liçës së epërme që të parët u përballen me problemin e paraleleve të kombinuara, para 2 javësh duke u bazuar në premtimet e zëvendës ministrit Safet Neziri për zgjidhjen e problemit të tyre, ju kthyen bankave shkollore sipas formatit të paraleleve që krijoi komuna, duke qëndruar kështu në pritje të një vendimi të komisionit për paralelen shqipe të mbyllur.